të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën. Aktoria Egla Ceno është dënuar me 1 milion lekë të vjetra gjob nga gjykata e Tiranës pasi është gjetur fajtore për veprën penale të shpifjes në dëm të gazetarit dhe drejtuesit të emisionit investigativ Sajmir Kodra. Vendimi është marrë këtë të martë dhe siç është lexuar në sallën e gjyqit, Egla Ceno është shpallur fajtor dhe Sajmir Kodra pale dëmtuar. Gjatë një deklarate televizive, aktoria deklaroi se ishte ngacmuar seksualisht nga gazetari Sajmir Kodra kur kishte shkuar për të kërkuar punë. Rasti bëri bujë të madhe mediatike dhe gazetari njoftoi se do t'i drejtohej gjykatës. Rasti përfundoi para togave të zeza dhe Egla Ceno është pyetur sërish për deklaratën e saj publike në dëm të Sajmir Kodrës, ku raportohet se ka dhënë disa versione kontradiktore që ka bërë që gjykata e Tiranës t'i gjejë ato të pabaza dhe ta shpall fajtore atë. Fillimisht ajo kishte deklaruar se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas në një tjetër deklarim ka thënë se nuk e kishte përmendur Sajmir Kodrën, duke u justifikuar se kishte thënë vetëm mbiemrin Kodra, pa përmendur emër. Në një seancë të mëvonshme, ajo kishte ndryshuar sërish qëndrimin, duke pohuar se deklaratat e saj nuk kishin të bënin me Sajmir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë e abuzuara seksualisht. Me vendim të gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, aktoria Egla Ceno është shpallur fajtore për akuzën e shpifjes dhe është dënuar me 1 milion lekë të vjetra.